Ukraina po përshpejton përdorimin e inteligjencës artificiale për të ruajtur një avantazh në fushën e betejës, ndërsa lufta me Rusinë hyn në një fazë të re teknologjike. Në një intervistë me Associated Press, Danilo Zvok, kreu i qendrës së inteligjencës artificiale të mbrojtjes në Ministrinë e Mbrojtjes së Ukrainës, tha se inteligjenca artificiale po i ndihmon vendin të mbajë pozicionin e tij duke zvogëluar rreziqet për ushtarët. Ne duhet të jemi më të shpejtë se armiku në vendimarrje. Kjo do të thotë që ne po e transformojmë ushtrinë tonë si një ushtri të drejtuar nga inteligjenca artificiale. Kështu që ky lloj zgjidhje ofron shumë mundësi për të kuptuar se si dëshiron të lëvizë armiku, për të kuptuar se si dëshiron të veprojë armiku, dhe ne duhet të jemi disa hapa përpara për të marrë këto lloj vendimesh. Tani në vitin e 5 të luftës, Ukraina dhe Rusia janë të bllokuara në një garë në intensifikim për të vendosur sisteme gjithnjë më të automatizuara nga dronët ajror te platformat toksore dhe detare. Në qendër të kësaj gare është aftësia për të vazhduar operacionet në një luftë të rëndë elektronike. Sektori vendas i armëve në Ukrainë, i cili po zgjerohet me shpejtësi, tani përfshin më shumë se 2000 prodhues dhe firma të teknologjisë ushtarake. Zhvilluesit kanë testuar mjete që mundësojnë sulme të koordinuara të dronëve, duke synuar të rrisin efikasitetin, duke lehtësuar njëkohësisht barrën mbi operatorët njerëzor. Ukraina po thellon partneritetet me aleatët perëndimor dhe shtetet e gjirit për të siguruar fonde, për të rritur prodhimin dhe për të integruar në aleancat e sigurisë, ndërsa gjithashtu po hap qasje në të dhënat e saj të gjera të fushës së betejës.